Kam sjell recetën e kashkavallit në kushte shtëpie, I cili bëhet shumë I mirë, një recetë e thjeshtë, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Morim një tenxhere të madhe dhe në të shtojmë në fillim gjizën. Sa masa gjizës përdorni, aq masa të qumshtit. Unë do e përgatis me 1 kg me gjizë. Gjiza është beo, është e pakryposur. Patjetër duhet që të përdorni prodhimet qumshtore beo, të marketit asese nuk bën, dhe ja shtojmë 1 litër me qumsht dhe qumshti është beo. Qumshti është I bluar, patjetër duhet jetë I bluar, dhe e përzij masën mirë. Pasi kam bërë përzirjen mirë, tenxherën e vendosi në zjarr. Dhezi zjarrin në temperaturë mesatare, e la masën mbi zjarr derisa gjiza fillon që të ndahet nga qumshti, fillon që të formohet dhe hira, mirëpo e përzini vazhdimisht, dhe shihni më pas se si duhet dhe duket masa që ta largoni nga zjarri. Masa ka fillu që të ndahet, si që vëreni, gjiza ka fillu që të bëhet në forma truqa dhe të ndahet nga qumshti. Tash e ulim temperaturën dhe e lojmë për 10 deri 15 minuta që masa kështu të zihet mirë, derisa gjiza të formohet në truqa të mëdha, që të ndahet hira mirë. Kam zier masën për 10 minuta dhe gjiza ka fillu që të ndahet në pjesë më të mëdha dhe është ndarë hira, si që vëreni. Tash masën e largojna nga zjarri. Tenxherën e kam largu nga zjarri, tash bëj kullimin. Marr një pluhur apo një shami të pastër dhe vendosi sipër një kullojse dhe e kaloj masën. Që të kullohet mirë, e la në kullojse. Ledhi kështu shamin dhe si që vëreni, ndahet hira. Lidhi pak shamin dhe në qoftë se mundeni, mund ta vendosni dikon dhe ta lini kështu që masa të kullohet mirë. Kam bërë kullimin e masës në këtë mënyrë, kam vendosur kullojsen tek tenxherja ku bëra përgatitjen, jashtë dhe hira tjetër, dhe këtë hirë nuk do e hedhni, mund të përgatisni pogače, përgatisni turshi, speca me hirë, dhe morim masën dhe e kaloj në një enë tjetër, në një pjatë të madhe. Kështu e kaloj me shumë kujdes. Përgatitja ngjason shumë me përgatitjen e djathit të shtëpisë. Tash ja shtojna 40 gram me gjalp të shkrirë, të lynë apo puter, asese nuk guxon që t'jetë margarin. Patjetër duhet jetë me yndyrë të lartë gjalpi apo të lyni, sepse margarini nuk është plotësisht me yndyrë të lartë. Tash ja shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me krip, pasi gjiza s'ka pas krip, dhe një lugë gjelle jo të mbushur plot me soda buke. Dhe masën e përzij mirë. Pasi kam bërë përzirjen mirë të masës, marr një tenxhere dhe vendosi në zjarr. Sipër tenxherës e vendosi enën me masën e përgatitur. Tenxherja duhet jetë mbushur deri në gjysmë me ujë
Dhe I zi zjarrin dhe në temperaturë të lartë, e lën kështu zjarrin derisa uji fillon që të vlojë në tenxhere. Kështu masën e përzim vazhdimisht, kur uji do të fillojë që të vlojë, do e ulim pak temperaturën dhe masën do e shkrim kështu duke e përzier derisa ajo fillon që të bëhet e lëngshme. Dhe I zi zjarrin dhe në temperaturë të lartë do e zije masën mbi tenxhere për 20 minuta duke e përzier vazhdimisht. Fillon që të bëhet një lloj mase si e qullosur nga përzierja që do ja bëjmë, nga nxehtësia e madhe qulloset masa. Kam përzier masën vazhdimisht për 20 minuta dhe masa, siç e vëreni, ka filluar që të qulloset, tash e largojna nga zjarri. Pasi e kam largu masën nga zjarri, marr kështu një enë plastike në formë trumbullakt apo katrore, varet se si doni, dhe filloni që ta kaloni masën. Mirëpo masën kur ta kaloni në enë mundoni që ta bëni më të ngjeshur. Kështu me anë të një lupe, sa më e ngjeshur, aq më mirë të dale kashkavalli. E shtypni vazhdimisht me anë të një lupe apo me diçka të rëndë. Mund ta merrni edhe shtypsën e hudrave që është, do ju krye punë, ose me lupë. Kështu në këtë mënyrë gjithë masën e kalojnë tek ena e plastikës. Tash enën e mbuloj kështu dhe e fusim në frigorifer dhe e lojmë të qëndrojë për gjithë natën. Kashkavallin e kam largu nga frigoriferi, ka qëndru për një natë, tash e largoj dhe nga ena. Pak në ndishtave, ja largoj qoshet dhe e vendosi kështu në një dras apo në një pjatë dhe munduhem që ta largoj, lehtë largohet. Ka dalë shumë mirë. Kashkavalli është gati për konsumim. Ta largoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Mund të konsumohet për mëngjese, mund ta vendosni nëpër toste, varet se si doni ta shfrytëzoni. Dhe ka dalë shumë I mirë. Ja dhe mbrencia e kashkavallit, si duket. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë kashkavall në kushte shtëpie, ju bëft mirë. Ju falenderoj që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.